Banorët në lagjen 24 maj në qytetin e Vlorës po përballen me një situatë shqetësuese që lidhet me mungesën e higjienës dhe praninë masive të mushkonjave. Shkaku kryesor i kësaj gjendje sipas tyre është kanali Naunkës, një kanal i ujrave të zeza që kalon përmes lagjes dhe që sipas banorëve nuk është pastruar prej më shumë se një viti. Banorët thonë se ky kanal është kthyer në një burim infeksioni, ndërsa mushkonjat janë shtuar ndjeshëm dhe se era e rëndë që vjen nga kanali po ndikon jo vetëm në shëndetin e tyre, por dhe në cilësinë e jetës së përditshme. Vitin që kaloi njerë nuk është bërë asnjëherë ky kanal. Jetë nuk e di unë, po këtu njerës është bërë asnjëherë. Me mushkoj shumë problem. Mirë që kemi mesita këtoneve këto dhoma, se mos e kishme mesita në na kish grirë fare. Ndaj nuk e di, këta të bashkisë nuk e di se si e kanë në hallin e. Në fakt, de facto këtu ka gjithmonë. Tani shikojmë që kur shikojmë atë ujin e bardhë, mendojmë që është hedhur në një vend, të drejtën. Mushkoja këto si po së dezinfektuar ne kemi edhe ndimën e mbarë. Ka mushkoj edhe ndimën e mbarë? Ka, tani është një periudhë që sikur s'ka. Ka mua më duket që mund të kenë hedhur në gjë. Ka pa ujin e kanalit bardh. Po është provizore, shumë provizore. Kanalet janë shumë të ndyrë, kur i thonë. Pa pastruar. Tani faj numër 1 e kemi ne. Këtu po si hodhen kohën kur e do, se ne jemi specialistë, po thonë që do periudhën e vet ajo kur bën vezën, kur shumohet, si thuash, në atë kohë dohet. Tani këta e hedhin kur i zë njeri me... I dhe pëse se keni hedhë, hajta hedhin. Për në makina atë kohë s'ka si më shkojnë, se periudha që flenë. Mushkonja ka filluar dezinfektimi në këto zona? Po fare, kush e bën, ta si bëjnë herë kur është për të bërë, i bëjnë ashti. Qarë thua, po su përkatën të shikoja, po su pastruan kanalit, po su bërë. Si do iki mushkonja? To e ka në shpinë e tyre mushkonja, to kësu. Pra janë privatizuar, kanë privatizuar. Pa qatë thua, ja po shikoja vjeta, si u shikoja kanalin atje, pa pastruar, pa bërë, pa ashtu si do, edhe kishte vënë njëri tulla që vinde shpi. Duhet kanal, normal. Dhe një zonë turistike. Po qa zonë turistike, amant. Po vinë turistët që vinë për pare, përse shore i u vinë ma. Sa probleme është për ju? Po shumë. Po nuk është bërë dezinfektimi këtu në kësaj zone? Po kur bëhet na njerë, s'ka, po kur s'bëhet, ka. Mushkonja kemi plot, ne edhe sa dalim në se pim do një kafe në kështu, jashtë në verandë. Jo tani, unë po bëj 22 vjetë në Vlorë. Këtu nuk është bërë asë edhe pastrimi njerë 2-3 vjetë vindë. Erë një vjetë njeri këtu, na makina hithe kështu mushkonja. Hithe na një, që shedim në skrapar plej grurit. Kupton? Po këtu, si vjetë është njallë një mushkonje pa parë. Ka shumë. Shumë, po përdori avion, ose me qa beta me helikoptera, me drona, nuk e tiju. Del do nga shtëpia ndarkët? Ja, del do tu. Ku del do tu, ashtu urdo, ja, kanal, ja. Ja, unë e prisht në ta, asu asje. Në lidhje me situatën, në një intervistë për Blu Televizion, Agron Bashllari, shefi epidemiologjist pranë njësisë së kujdesit shëndetësor në Vlorë, ka konfirmuar pritshmëritë për nisjen e procesit të dezinfektimit, i cili synon të parandalojë sëmundjet që mund të transmetohen nga mushkonjat. Edhe këtë vit, në vazhdim të procesit të dezinfektimit të vitit të kaluar, pasi është një proces i ka filluar në vitin e kaluar dhe do të vazhdoj dhe këtë vit, dezinfektimi për gjatë vijës mbretërore, që siç e dini është një nga proceset më të rëndësishme të kryera nga Ministria e Shëndetësisë, Instituti Shëndetit Publik dhe institucionet e varësisë në funksion për atë parandalimit të sëmundjeve që vijnë nga vektori mushkonj dhe për më tepër për gjatë sezonit veror, që kemi dhe një turizëm të shtuar, pra është dhe pjesa bezdisëse, të themi, përveç faktit të transmetimit të sëmundjeve infektive. Është një nga punët më të rëndësishme që ne kryem dhe sigurisht që është një proces i komplikuar me disa faza, kryet në çdo 2 javë, nga viti i kaluar. Pra teknikat në përgjithësi gjatë viteve janë po ato me disa ndryshime të vogla për ta bërë procesin sa më efikas. Që do të thotë, ne trajtojmë me preparat biologjik që lufton larvat e mushkonjave, pra në fazën larvore, me qëllim që të mos kemi gjenerata të reja të mushkonjave, dhe kuptohet që një proces i fillon sa më herët, pra që në kapjen e brezave të parë të themi të larvave, do të jetë efikas dhe për gjatë sezonit veror,
që do të thotë zakonisht ne fillojmë në muajin prill dhe jemi bërë gati dhe për këtë vit, për të filluar, kemi bërë monitorimet e para, territoret që trajtohen, pra janë në Vlorë, flasim të gjitha kanalet, pa përjashtim, pjesa lagunore, pellgjet, bodrumet, pra pallatet në ujë, njëkohësisht pusetat, por nga viti kaluar dhe që do vazhdoj dhe këtë vit, kemi dhe një trajtim shtëpi më shtëpi, quajtur ndryshe, që bën procesin akoma më efikas, që do të thotë në shtëpit private, ku ne dhe gjatë ciklit të vitit të kaluar, pra e kemi kryer këtë proces, kemi gjetur që mbajnë në vazot me lule, mbajnë dhe hedhurina në përbashkë, siç mund të jenë kova me ujë, apo pjatat e luleve, kanaçe, gjërat e abandonuara, të cilat sado të vogla që janë mjaftueshëm të rëndësishëm pra për zhvillimin e larvave. Pra, procesi i dezinsektimit derë më derë në shtëpitë e njerëzve ka dy efekte. Para që të kryejmë procesin, pra të luftojmë larvat, por njëkohësisht dhe të përmirësojmë gjendjen higjienike pra në kopshtet e njerëzve, që do thotë eliminimin e të gjithë këtyre vatrave të vogla të zhvillimit të larvave. Ndërkohë në pritje të nisjes së procesit të dezinsektimit të mushkonjave, banorët shprehen se rritja e temperaturave do ta përkeqësojë më shumë situatën.